Një moment i fortë dhe emocional ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku gazetarja Gerta Gjari ka thyer kutinë e emergjencës, duke shkaktuar një ngjarje që ka tronditur të gjithë banorët dhe ka lënë pasoja të thella në emocionet e saj. Kutia, e cila mbahej si një mundësi e pazakontë për një telefonat nga jashtë, ka treguar një zhvillim të papritur. Kur Gerta e ka hapur, ajo ka zbuluar se përmbajtja e zarfit ishte shumë e dhimbshme, pasi telefonata nuk do të kalonte tek ajo, por tek një banor tjetër. Ky zbulim ka tronditur gazetaren, e cila vendosi ta dhurojë mundësinë e telefonatës për Aldon, një tjetër banor pa mundësi kthimi mbrapsht. Kjo situatë ka rënduar emocionalisht Gertën, e cila është ndjerë e thelluar në një shqetësim të madh. Pas durimit të mundësisë për telefonatën, Gerta ka kaluar një moment të vështirë duke u tërhequr në oborrin e shtëpisë dhe duke shpërthyer në lotë, mbushur me emocione të thella dhe të vështira për t'u përballuar. Vetmja që i është gjendur pranë gjatë këtij momenti ka qenë Loredana, e cila ka mbështetur dhe inkurajuar Gertën, duke i ofruar ngushëllim dhe mbështetje.